Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar dëgjues të Radios Fati. E fillojmë emisionin ton në këtë muaj të begatë të Ramazani, biseda Ramazani, ku si çdo herë me ju shoqërohem unë Enis Hoxha, udhëheqësi i këtij emisioni, ku ftojmë të ftuar të ndryshëm për temat e larmishme të cilat i kemi shtjelluar për 5 vite me radhë, dhe këtë vit në vitin e 6, në sezonin e 6, përsëri vazhdojmë të shtjellojmë temat e ndryshme me të ftuar të ndryshëm, ku në emisionin e sotëm kemi të ftuar imamin e Denoshës, Nadir Efendi Bajraktarin, ku dëshirojmë të flasim në këtë emision për Kur'anin famullar. Në radhët e parë, imamit i uroj mirëseardhjen, Allahu shpërbleft që pranoi dhe ftesën që të jetë pjesë e emisionit tonë biseda Ramazani për këtë vit, duke përçuar mesazhe të dobishme për ju dhe për të gjithë ndjekësit e Radios Fati. Mirësëgjë juve, është kënaqësi që të jenë mesin tuaj, është kënaqësi që në këtë muaj të bekuar të Ramazanit kemi kënaqësinë dhe privilegjin që të jemi ndër ata të cilët përçojnë mesazhet hyjnore, ndajmë kohë për fjalën e Zotit, ndajmë kohë për mesazhet që ne i ka përcjell pejgamberi alayhis salatu wassalam, ti ndajmë ato në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, është kënaqësi për mua që të jenë mesin tuaj. Meqense kur vjen muaji i Ramazanit e gjithë e shqiptojmë, e ndëgjojmë sa më shumë ajetin kuranor, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayinatin min al-huda wal-furqan, ku muaji i Ramazanit është muaji në të cilin është zbritur Kur'ani, që është udhërrëfyes për njerëzit që e dallon të mirën nga e keqja. Meqense po fillojmë edhe me këtë ajet kuranor, Kur'ani në jetën tonë, praktika e tij, praktikimi i tij në jetën tonë, mund të fillojmë pak me një koncept të tillë se si është Kur'ani udhërrëfyes, çfarë na sqaron neve, si na udhëzon, sepse Kur'ani, siç e dimë, është udhërrëfyesi jon i vetëm për jetën. Padyshim, pra krahas gjitha begative dhe mirësive të Ramazanit, të këtij muaji madhështor, Zoti xhaleshanu përzgjodhi që vetë prezantimin e tij me fjalë, siç e citove edhe ti vetë, që ta prezantoi këtë muaj të bekuar me një dritë që është drita e Kur'anit famullar, kur tha pra shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit çfarë është? Pra se ne i dimë se muaji i Ramazanit ka shumë begati, shumë mirësi, ndër të veçuarat Zoti xhaleshanu Allahu pra e veçoi dhe tha alladhi unzila fihi al-Quran, është muaji në të cilin ka zbritur Kur'ani. Hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, është udhëzues për njerëzit, wa bayyinatin min al-huda, edhe dallues, i bën dallimin mes të vërtetës dhe të pavërtetave. Min al-huda, edhe udhëzimeve të ndryshme, sepse ne dimë se ka sot fe të ndryshme, fe qiellore, të cilën Kur'ani është ai që e dallon të vërtetën nga pavërteta, gjitha dyshimet i largon, sepse është i emërtuar sikur Al-Furqan, një ndër emrat e veçuar të Kur'anit famullar, është pra Al-Furqan, i cili na i largon të gjitha dyshimet që kemi lidhur me besimet e tjera apo lidhur me diçka të caktuar, të cilën ndoshta nuk e kemi të qartë. Kur'ani famullar na bën edhe atë të qartë. Edhe na është një dritë e cila na përcjell gjithë jetën. Kur'ani famullar krahas Ramazanit, krahas këtij muaji të bekuar, e dimë që është një dritë e cila është e pashtruar, e pashtershme pra. Në kuptimin sepse është një ligj hyjnor, nuk është thjesht vetëm një lexim i Kuranit famullar, të cilin e bëjnë njerëzit, por është përtej saj, është një sistem jetese me të cilin njerëzit jetojnë. Kurani famullar është ai i cili na udhëzon drejt drejtësisë, na udhëzon, na mëson durimin, na mëson pra edukatën, na mëson respektin, na mëson dashurinë dhe dashamirësinë me të tjerët. Të gjitha këto, nëse ne i vendosim në zbatim edhe mësojmë, i praktikojmë atë, do jemi ata të cilët e praktikojmë Kur'anin famullar ashtu siç duhet. Do jemi ata shëmbëltyr për të gjithë ata të tjerë të cilët njoftohen me Kur'anin, edhe shikojnë sjelljet tek muslimanët, do të jenë shëmbëltyr që ne të shprehim ndaj tyre dashuri. Ne t'i mësojmë ata për respektin. Nëse i vendosim këto në jetën tonë, edhe jemi të dashur ndaj të tjerëve, të respektuar ndaj të tjerëve, bamirës ndaj të tjerëve, të shprehim atë dashurinë që kemi ndërvllazërore, kjo na tregon se ne jemi duke praktikuar Kur'anin famullar. Edhe sjelljet tona i reflektojmë atë dhe tregojmë që po e zbatojmë këtë fjalë të Zotit. Mashallah. Meqense e dim që Kur'ani famullar është Kur'ani i zbritur në gjuhën arabe, leximi i tij në gjuhën arabe, në kuptimin në gjuhën shqipe në këto ditë të begata dhe praktikimi i tij, cila është dispozita e sevapeve e mirësive
të tija, sepse shumë njerëz ankohen nuk kemi mundësi që ta lexojmë Kur'anin në gjuhën autentike me shkronjat arabe. Po, së fundi po ndëgjoja një ndër ligjëruesit i cili po thoshte të jemi realist, thot, në botën islame, të cilën e praktikojnë pra muslimanët, vetëm 20% e din gjuhën arabe. Timin nga të gjithë muslimanë, 80% që pra nuk e din. A do ishte e pa drejtë sikur këta të mos marrin shpërblim. Zoti nuk do ishte i drejtë me atë drejtësinë edhe me urtësinë e tij, prandaj edhe Kurani famlart për çdo harf që e lexojmë, kur thuhet për çdo harf ka një veçori dhe shpërblim të veçantë. Por për çdo gjë të cilën e praktikojmë, kjo është më madhështore, sepse nëse ti je ndër ata të cilët e lexon Kur'anin në gjuhën e tij, sepse Kurani thamë nuk është vetëm për tu lexuar. Kurani është për të praktikuar, është një ligj i jetesës, është një dashuri madje unë edhe fen, ti je realist, nuk e shoh vetëm si rregull dhe si kur ligj. Fen e shikoj më shumë si dashuri, ku gjejmë prehje, ku gjejmë ngushëllim, kur do që jemi në vështirësi, kur jemi të qemi diçka në një situatë të pakëndshme, i kujtojmë ajetet e Kuranit famlar, të cilat duhet i lexojmë në gjuhën shqipe, sepse nëse e them unë vetëm gjuhën arabe, edhe them pra inna ma'al usri yusran, 80% që ndoshta e xhamatit nuk do e kuptojnë, por nëse u them atyre vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi, shumë njerëz do gjejnë lehtësi në këtë ajet, por në shumë ajete të cilat erdhën për shembull tek profeti Muhammed alayhis salam, një ndër veçoritë e Kuranit famlar, përveç që lexohet, përveç se praktikohet, është pjesa edhe melodikës që ai ka, sepse zbritën një popull që ishte shumë përhapur poezia. Edhe Kurani zbriti për të sfiduar të gjithë ata. Madje sahabët kur e lexonin Kuranin u mahnitshin me të, sepse përveç se ishte si poezi, mesazhet ishin shumë të qarta, shumë të bukura, shumë madhështore. Edhe nisim po të prekim atëherë kur Muhamedi alayhis salam i kaloi senatul huzn, apo vitin e pikëllimit, erdhi Zoti xhaleshanu me ajete precize të sakta, të qelluara, të cilat dëpërtojnë dritë në zemër, edhe i tha Muhamedit alayhis salam, "Wad-duha wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Pra ndër tjera në gjuhën shqipe, po ta shqiptojmë pjesën ku i tha Zoti nuk të ka lënë ty Zoti jot, as nuk të ka harruar. Kjo ishte një burim për pejgamberin alayhis salam, paqe dhe dashurie që kishte Zoti ndaj tij, edhe për t'i treguar se asnjëherë nuk e ka harruar Zoti. Edhe në jetën tonë nëse praktikojmë Kur'anin famlar, do jemi nga ata të cilët do burojmë edhe do jemi burim për të gjithë të tjerë që të shikojmë moralin e mirë, që të shikojmë veprat e mira tona, që të jemi nga ata të cilët nga çdo lloj aspekti na shikojnë që jemi nga ata të cilët jemi muslimanë të vërtetë, jemi nga ata të cilët e praktikojmë Kur'anin. Çfarë të thotë të praktikosh Kur'anin famlar? Këtë e ilustroi Aisha radhiyallahu anha, të cilën e pyetën lidhur me Muhamedit alayhis salam, çfarë ka qenë Muhamedi, si ka qenë Muhamedi alayhis salam për profetin tonë të dashur, edhe ajo tha, kana ahlakuhu al-Qur'an. Ka qenë sjellja e tij, morali i tij ka qenë Kur'an famlar. Çfarë mësojmë nga kjo fjalë e gruas së profetit alayhis salam? Mësojmë që Kur'ani përveç të tjerave është edhe praktik kryesore që e praktikoi pejgamberi alayhis salatu wassalam. Edhe në çdo sjellje të pejgamberit alayhis salam, edhe pse ne i quajmë ato sikur hadithe apo formë profetike, përsëri duhet të mësojmë që të gjitha ato fjalë profetike, të gjitha hadithet, po t'i shikojmë me detaje, kanë burimin e Kuranit famlar. Vetëm se Muhamedi alayhis salam ato na i ka zbërthyer se ndonjëherë ne nuk dimë ta kuptojmë çdo herë Kuranin. Kurani është aq burim paqe dhe aq burim mirësie, saqë ne nuk i kuptojmë të gjitha. Edhe për të ilustruar këto, na vjen profeti Muhammed alayhis salam, na vjen me edukatën e tij, me sjelljen e tij, me mëshirën e tij, që ndër tjerë thotë pra yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mëshirojnë thot të gjithë ata që janë tokë, nuk thot vetëm njerëzit, edhe kafshët, edhe qenet e tjera, të gjithë mëshirojni, që të jemi ne si musliman të vërtet, që kur të shikoj dikush që sjellja jote e mirë, e butë, edhe me kafshët, qoftë me qenë, qoftë me macet e kështu, tregon një dashuri që ky njeri, ky person është njeri i paqes. Ky person kur është kaq i lëmshër dhe i dashur ndaj krijesave nga të cilat nuk ka ndoshta asnjë dobi, përsëri ky person është i dashur dhe i respektuar edhe ndaj njerëzve të tjerë. Për çfarë arsye yarhamukum man fis sama, ai i cili mëshiron do mëshirohet nga Zoti xhaleshanu. Ai i cili mëshiron dhe tregon paqe dhe është falës, do jetë nga të falurit e Zotit xhaleshanu. E ky muaj duhet të jetë për ne, le të jetë një muaj të cili do zbatojmë më shumë Kur'anin famlar, sepse sahabët na kanë mësuar që thotë Abdullah ibn Mas'udi përmend që thotë ne nuk i mësonim 10 ajete të reja
pa i praktikuar këto që i kemi mësuar deri tani. Domethënë 10 që i mësonin, i fusin në praktik çdo lloj praktik. Nëse ka ardhur ndonjë ajet lidhur me respektin ndaj prindërve, nëse ka ardhur ndonjë ajet lidhur me respektin ndaj komshiut, apo ndonjë ajet lidhur me pamirësinë, ne çonim vend thot. Ato ajete 10 këshilla, 10 udhëzime që na jep te profeti alayhis salam përmes fjalëve të tij dhe fjalëve të Zotit xhaleshanuhu në Kur'an famlar, ne i zbatonim thot ato, më pas nisim mësonim të tjera. Pra nuk është Kurani vetëm mësim përmendesh, nuk është Kurani vetëm lexim i harfeve apo që të përfitojmë sevapet, padyshim, ato janë një ndër mirësitë, një ndër begati që Zoti xhaleshanuhu e dha përmes Kuranit famlar. Por tek udhëzimi i përgjithshëm nga Kurani famlar, po të shikojmë hadithin e pejgamberit alayhis salam, i cili thot pra khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i mirë nga ju është ai i cili e mëson Kur'anin. Po kur e mëson njeriu Kur'anin, do të thotë jo vetëm se ti mësosh ajetet, po ti mësosh udhëzimet e Kuranit famlar. Ti zbatosh atë në jetën tënde. Wa 'allamahu, edhe u mëson atë të tjerëve se si të sillen, se si të respektohen, se si të duan njëri tjetrin, se si të jenë të dashur me prindërit e tyre, me komshitë e tyre, me shokët e tyre, qoftë në punë, qoftë në vend. Të gjitha këto pra i kemi pjesë të burimit të Kuranit famlar, edhe njerëzit i shtyjnë drejt udhëzimit. Tjetra që përmenda në fillim, vokaliteti i Kuranit famlar, po sa që ishin këto net të bekuarit e muajit të bekuar të Ramazanit, e ndjejmë edhe kënaqësinë edhe melodinë e Kuranit famlar. Krahas praktikës së këtyre, përsëri e ndjejmë edhe melodinë e Kuranit famlar. Kur ndëgjoj në këto netet e teravis apo netet kur falet namazi natës, të gjithë pothuajse ata të cilët kanë pas rastin që të jenë pjesë e teravis apo pjesë e namazit natës, kanë ndier kënaqësi dhe lumturi thot duke ndëgjuar Kuranin famlar. Sepse një ndër veçoritë e Kuranit famlar thosht Zoti e përmend në Kuran edhe thotë që është qetësim për shpirtat e njerëzve pra. Edhe tregon përmes ajetit thotë, a nuk është ai Kurani i cili gjen paqe dhe qetësi njerëzit pra tek ai pra. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. A nuk është Kurani pra ai për të cilën përmes të cilit zemrat qetësohen, zemrat gjejnë paqe. Edhe njerëzit këtë muaj të bekuar të Ramazanit pra e gjejnë paqen përmes Kuranit famlar, edhe kështu e kanë gjetur edhe sahabët. Me qenë se folet për zbritjen e surës Wadduha, pejgamberit tonë të dashur në një kohë kur ai kishte nevojë për mbështetjen hyjnore, mund të shohni kurreshtjen tonë, kurreshtjen e ndëgjuesve të radios Fatih, disa mënyra të zbritjes së Kuranit, se si ka zbritur ai pejgamberit tonë të dashur në cilë kohë, në cilë mënyrë, se si është ballafaquar me raste të ndryshme pejgamberi kur i kanë zbritur ajetet të Kuranit. Po Kurani famlar ka zbritur edhe po të shikosh zbërthimin e Kuranit, po ta zbërthim pak, domethënë ka ajete edhe sure Mekkie edhe Medenie, të cilat kanë zbritur në Mekë, edhe të cilat kanë zbritur edhe në Medinë. Në Mekë fillimisht Kurani famlar erdhi që të njoftojë njerëzit të lidhur me njëshmërinë e Zotit, për të treguar se Zoti është një, për të treguar gjërat bazë, për të larguar nga besimin shumë zota, për të larguar nga politeizmi, sepse ata kishin për nevojë. Pra Kurani është si një ilaç, themi me pak fjalë, i cili na zbret dhe na vjen në kohën e duhur fiks, kur ne kemi nevojë më shumë për të. Siç e përmendëm rastin kur profeti ishte i mërzitur dhe kështu, i erdhi ajetet e surës Duha për ta qetësuar atë, për të dhënë një krenari atij, kurse në Mekë, pasi u ngritën muslimanët moralisht edhe u vetëdisuan të gjithë njerëzit që duhet adhuruar vetëm një Zot. Në Medinë erdhën ajete të ndryshme të cilat flisnin mbi respektin ndaj njëri tjetrit, të cilat na flisnin mbi vëllazërdashurinë mes njëri tjetrit, se si Mekasit u vëllazëruan me Medinasit, fiset se si bashkoi pejgamberi alayhis salatu wassalam, edhe se si mësoi që besimi nuk është vetëm praktikim i adhurimeve të caktuara, por besimi është reflektim tek njerëzit e tjerë që të shikojnë që muslimanët janë të tillë, që të shikojnë tek ti, le të jetë ti burim ndër të tjerët që ua dua mësosh Kur'anin famlar. Çfarë thotë ua mësosh Kur'anin? Me sjelljet e tua mëson. Nëse sillesh butë, nëse sillesh mirë, dua mësosh Kur'anin famlar. Ndër ajo që do kisha veçuar është rasti i Omer ibn Khattabit, i cili pra përpara se ta mbronte Islamin, ishte ndër armiqt e profetit edhe të këtij besimi, sepse mendonte se po i largon njerëzit nga besimi i parëve. Por kur e vrejti vërtet diçka të tillë, tha, do ndërhyj te kjo. Edhe për të ndërhyrë te kjo, një ndër shkaqe kur kanë zbritur ajetet e para të surës Taha, është rasti i Omer ibn Khattabit, radiallahu anhu, i cili kur donte ndërhynte, edhe i tha, takoi një person rrugës që po shkonte drejt Muhamedit, tha, ka dal Omer, i tha, përpara se të shkosh te profeti Muhammed, shiko se motra jote është bërë muslimane.
Edhe kur po shkonte për te shtëpia e motrës, po i ndëgjon nga dera, po i ndëgjon disa ajete madhështore, të cilat ishin pra që po i këndonte ndër sahabët, po mësoni Kur'an, sepse shtëpia e motrës së Omer ibn Khattabit pra ishte shndruar në një mësim, vend ku po mësoi Kur'ani, ku po mësoi feja e Zotit, edhe i ndëgjoi ata. E cilat ishin suret pra, ajetet e surës ajetet e surës At-Taha, ku filloi Zoti dhe thot Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tadhkiratan liman yakhsha, të cilat pra një pas një po zbritin si ajete, sikur Omeri po i ndjente në çastet e para, sikur për herë të parë po i ndëgjon këto fjalë, dhe kur thot Taha, për ta ishte si një magji, si diçka për ta tërhequr vëmendjen. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, nuk ta kemi zbritur këtë Kur'an për të rënduar ty, sepse Omer ibn Khattabi ishte rënduar dhe kishte mbi vete shumë një mbledh, shumë një dhërim, kur po dëgjonte këto fjalë të Zotit që po thonin që nuk e kemi zbritur Kur'anin si rëndim për ty, por lehtësim, la tadhkiratan liman yakhsha, por si rikujtim për ata të cilët i kanë frikë Zotit, tanzila mimmen khalaqal arda was samawati al-ula, që tregon që nuk është zbritje e rëndomtë, por është zbritje nga ka qiej, ka zbritur prej Zotit xhaleshanu, për atij i cili është pronari i Arshit. Edhe Omeri u prek nga këtë fjalë, edhe kur trogitin der, hyri me një qëllim tjetër, kurse doli me një qëllim tjetër. Hyri si larg besimit islam, hyri e më pas kur doli si njeri që kishte pranuar, veç se kishte pranuar islamin. Nga ato fjalë që u preken nga Kur'ani famulart ishte udhëzim, pra ai kuptoi, jo vetëm se e lexoi si melodik, por i kuptoi që Kur'ani famulart, kjo fe, ky besim është fe e lirisë, ky besim është fe i lehtësimeve, cili nuk na vështirëson jetën. Kur'ani famulart erdhi për të na lehtësuar jetën, për të na treguar që gjatë durimit do të bëjmë sabër, kur kemi pra durim do të jemi nga ata të cilët do fitojmë, gjatë sfidave të ndryshme kështu, ta rikujtojmë vetëm me ajetet të cilët na flasin mbi këtë. Ta rikujtojmë se do kalojë ajo vështirësi, ta mësojmë që në jetë ka vështirësi, edhe do na spojë Zoti, por fitimtar do jenë ata të cilët pra do jenë el-mu'minun, sepse Zoti na thot tek surja e besimtarëve, suratul mu'minun na thot qad aflaha el-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashu'un, kanë shpëtuar besimtarët, ata të cilët janë të kujdesshëm ndaj namazit të tyre. Ndaj në këtë muaj të besuar të Ramazanit na mëson Kur'ani famulart. Të gjithë ato që i përmenda, por na mëson edhe të tjera, na mëson edhe për faljen, na mëson edhe për namazin, edhe për agjërimin, edhe për adhurimet e tjera me të cilat i afrohemi ndaj Zotit xhaleshanu. Sepse çdo afërsi me Zotin, sa herë që i largohemi mëkateve, ne automatikisht afrohemi drejt Zotit xhaleshanu. Lutjet më të sinqerta janë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Mësimet më të bukura, më të mira janë nga ky, ta themi, sultani i këtij muaji, gjithë muajve, i cili është i kurorzuar me kurorën e Kur'anit famulart, sepse në të zbriti Kur'ani famulart, edhe mësimet shumëta që na mëson Kur'ani famulart mund të përmendim shumë, por unë do e veçoj edhe një tjetër nga mësimet e bukura që na mëson Kur'ani famulart lidhur me kur jemi në gjendje qoftë hidhërimi apo qoftë në padrejtësi e të ngjashme me të, ku Zoti xhaleshanu në rastet kur personin e ka të i kaluar dikush qoftë me fjalë të rënda, qoftë në situatë vështirë ku kanë bërë padrejtësi, thot khudhil afu wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil jahiliya. Thot merre faljen. Këtu dietarët kanë komentuar pse thot merre faljen. Sa khudh për mbëdor gjuna merre faljen. Nga çfarë të marr? Sepse në momentin që dikujt i bëhet padrejtësi, ai mund t'ia kthej me të njëjtën. Pra mbi mithliha. Edhe këtë thot Kurani, mund të me të njëjtën, por në këtë rast po thot merre faljen. Më mirë se sa ti hakmirësh atij, është më mirë falja. Khudhil af, wa'mur bil ma'ruf, edhe tregoj të tjerëve për të mirë. Mos u thuaj që të hidhrohen me të, mos u thuaj që të bëjnë armiqësi me të, edhe pse të ka bërë ty padrejtësi. Ndoshta je kryetar apo dishkun tjetër, përsëri largoju thot. Mos i lën njerëzit, por bëj shembull e bukur. Wanha 'anil jahiliya, edhe largohu thot nga të paditurit, sepse merr vetë edhe në këtë botë, posaçërisht në sfidat e kësaj bote tani, ka shumë njerëz të cilë me ignorancë pra duan që të na largojnë nga besimi jon, apo duan që të na nxjerrin nga ajo paqja, rehatia e muajit të bekuar të Ramazanit. Ne duhet jemi nga ata të cilët, siç e mësoi Kurani përmes këtyre fjalëve, ashtu na mëson edhe profeti alayhis salatu wassalam, që nëse na vjen dikush na ofendon, edhe na shan apo diçka, le të thotë, unë jam njeriu i cili agjëroj. Pasha atë në duart e të cilit dhe shpirti i Muhamedit, era gojës së agjërosit me siguri është më këndshme tek Allahu se sa aroma e parfumit.
Pra është aq një kënaqësi edhe përmes këtyre fjalëve Zoti do të na tregojë se tek Zoti është më e këndshme era e agjëruesit, edhe të mos e largojmë atë erën e këndshme përmes fjalëve të këqija, përmes veprimeve të këqija, po të qëndrojmë besimtar të vërtet ashtu siç na mëson Kurani famlar. Meqense imam i nderuar, minutat e emisionit tonë po e vjen fundi, Allahu ju shpërbleft për këto këshillat e bukura, për këtë ligjërat e bukur, për këto sekuencat e bukura nga jeta e pejgamberit tonë të dashur. Mesazhi i fundit cili do ishte për ndjekësit e radios Fati? Mesazhi i fundit do jetë i qartë, i bukur, i mirë ashtu siç na mëson Kurani famlar, pra që ti jemi nga ata të cilët e praktikojmë Kuranin famlar, të jemi nga ata të cilët e lexojmë Kuranin famlar, për një shembull të vonë përfundojmë me shembull profetik, i cili thonte pra që shembulli i besimtarit i cili lexon Kur'an është sikur shembulli i portokallit, që edhe aromën e ka të mirë, po edhe për brenda është i shishëm dhe i mirë. Kurse i atij që ndoshta nuk ka mundësi me lexoj Kur'an, përsëri thotë është sikur hurma. Pse hurma nuk janë dëgjon erë nga jashtë, por përsëri besimtarët dhe ata që nuk e kanë mundësinë me lexuar Kur'an drejt për drejt, janë shijen e kanë të ëmbël sepse besimi i tyre, Kur'ani i tyre i mëson që të vlerësojnë për veprat mira, ndaj ti përmbajmë Kur'anin famlar dhe të jetojmë jetën ashtu si Zoti është i kënaqur. Allahu e shpërbleft hoxh. Të nderuar ndëgjues të radios Fati, kështu po përfundojmë emisionin tonë Biseda Ramazanit, ku me ju ishte imami nga Dinosha, Nadir Efendi Bajraktari, dhe me ju si çdo herë shoqërovën Enis Hoxha. Ky emision ishte prodhimi i radios Fati për vitin 2026. Deri në ndëgjimin e radhës, mbeçi shëndosh e mirë, agjem të rehtë dhe të pranuar.